Përshëndetje. Në podcastin Ajo sot do flasim për regjisorët e reja në Shqipëri, e cila që nga vitet 50 deri sot në kinematografi ka prodhuar qindra filma, por kur numëron sa prej tyre janë drejtuar nga gra, shifrat bien në një grusht emrash. Xhafize Keko, një pioniere e vetmuar për dekada dhe pastaj pak e nga pak emra të rinj, si Iris Elezi, Suela Bako, Evi Gjoni, Odeta Çunaj. Edhe sot, në 2025, gratë regjizore në Shqipëri mund të numërohen me gishtat e një dore. Në Evropë prej 5 vitesh, Euroimage, fondi më i madhi europian i bashkëprodhimit kinematografik, ka vendosur që 30% e mbështetjes financiare të shkojë për filmat të drejtuara nga gra. Është një politike qëllimshme, një përpjekje për të ndryshuar një industri që për dekada ka qenë e dominuar nga meshkuj, burra. Por çfarë do thot kjo për një vajzë të re shqiptare e cila dëshiron të bëjë kinema? Sot, tek ajo, kemi ftuar Evi Gjonin, e cila studioi në Universitetin e Arteve, punoi si asistente regjie dhe script supervisor dhe në 2023 debutoi me filmin e saj të parë të shkurtër, Shits, që në shqip do thot Çarçafët. Me këtë film, ajo fitoi 10 çmime ndërkombëtare. Në 2024 vijoi me Red Mud, që do të thot Balta e kuqe. Së fundmi, Evi po zhvillon filmin e saj të parë me metrazh të gjatë, Dita e Valentinit. Thua Evi të jetë kaq romantike? Pas çdo suksesi, pyetjet janë gjithmonë të njëjta. Si financohesh si grua regjizore në një vend ku industria është ende e brisht? Sot do bisedoj me Evin, një zë i ri, një shpresë e re, një pjesë e gjeneratës që po shkruan historinë e re të kinemas shqiptare. Evi. Faleminderit për ftesën dhe për gëzimin dhe për podcastin që na jep edhe ne hapësirë për të shprehur mendimet tona. Besoj që ka shumë nevojë gjithmonë dhe për anën femërore. Po, besoj që po. Unë kam nisur si asistente në fakt e kam nisur si producente, pastaj kam vazhduar asistente e dytë. Nga asistente e dytë kam vazhduar asistente e parë, pastaj kam bërë line producer, pastaj kam bërë executive producer. Dhe kam vënë re që në fillimet e mia kishte një adhurim të çuditshëm ndaj punës time, më donin shumë, por në momentin kur unë doja të bëja filmat e mi, panorama ndryshoi komplet. Ambienti u bë shumë armiqësor për mua, kolegët nuk më flisnin më, fillova të ndjeja një lloj, le të themi, izolimi, sistemik madje, dhe kuptova që për sa kohë unë si vajzë, si grua, i shërbeja industrisë, le të themi, të burrave, gjithçka ishte në rregull, unë isha e adhuruar. Në momentin që unë doja që të kisha zërin tim në kinema, gjithçka ndryshoi komplet. Tani, si është për ty, Evi? Ti sigurisht që ke 2 eksperienca të suksesshme, por vjen në një moment që do bësh kapërcimin e madh që do vish tek vepra jote e parë. Është miqësore, le të themi, industria me ty, apo gjërat kanë ndryshuar, nuk është më ajo industria para 25 vitesh që kam filluar unë, pra ka diçka që ka lëvizur, apo jemi thuajse në të njëjtën situatë? Unë mendoj që ka diçka që ka lëvizur, sepse, siç e thatë dhe ju, dhe vendimet europiane për të përfshirë dhe femrat, unë mendoj që kjo lloj epoke ka ardhur edhe pak se ne. Se deri më tani unë kam parë që ka një lloj dashamirësie, jo vetëm gjatë punës, siç thoni edhe ju, për punën që keni bërë si asistente, njësoj si dhe unë, se edhe gjatë kur nuk bëj projektet e mia, unë punoj si staf në për projektet e tjera, sepse e tillë është industria këtu. Po kuptoj që edhe gjatë punëve të mia të para, dakord, kur u ktheva me çmimet e para, pash që disa njerëz u distancuan, domethënë edhe nëse më shihnin në rrugë nuk thonin që Evi bravo urime ose ishe me pushime, po si kalova, domethënë kalonin në tematika të tjera dhe kjo gjë nuk më pëlqeu. Po mbas asaj distancimit të parë, mendoj që çdo gjë pastaj ka shkuar mirë dhe ndjej një lloj dashamirësie. Ndoshta se edhe unë kam qenë shumë te ajo hapësira ime dhe unë nuk kam qenë njeri që të hyj në debate apo në gjëra të tilla, kam ndetur te ai zhgualli im, përpos punës kam bërë punën, kam ikur dhe kam vazhduar gjërat e mia, po shoh që ka një lloj ndryshimi edhe këtu. Nuk mund ta them dot në përgjithësi, po nga ana ime unë nuk ndihem dhe aq keq, si më thon. Ky zhgualli që ke ndërtuar është një mënyrë për të mbrojtur veten nga realiteti, është një mënyrë për të ndërtuar një realitet tëndin. Mendoj që është dhe pak pjesë e karakterit tim, domethënë unë gjithmonë dua të bëj punën çka kam për të bërë dhe pastaj të vazhdoj gjërat e mia, domethënë jetën time, dhe nuk është që përfshihem shumë
po them edhe nëse jam në një punë, mbaroj punën, ikin në shtëpi, nuk është që kam shumë qejf që të kaloj kohë të rri, bisedime, gjëra të tilla. Më pëlqen shumë të jem korrekte dhe përpikt, mbaroj gjërat, mbyllet puna, vazhdoj gjërat e mia, vi nesër. Dhe nuk e di, ndoshta mund të jetë pak nga të dyja. Është dhe disi pjesë e karakterit tim, po ndoshta edhe një formë për të lënë të shfaq veten aq sa dua unë, ndoshta edhe për të mbrojtur, po edhe për të mos dalë shumë nga karakteri im. Kjo është mënyra jote për të mbijetuar në një ambient i cili në një mënyrë apo në një tjetër mund edhe të cënoj pak, mund edhe të preki gjëra që ti nuk do që të preken. Po, edhe kjo qëndron, patjetër. Ka diçka specifike, ka një moment eksakt kur ti ke vendosur të merresh me regji dhe me kinema, apo është një proces në vazhdimsi? Besoj që është një proces. Unë kam qenë shumë e lidhur dhe me babain tim dhe si gjithmonë goca babit, ai ka qenë në rininë e tij aktor dhe pastaj për shumë vite në sektorët e kulturës, gjëra të tilla dhe dashje pa dashje pjesa e artit ka qenë gjithmonë në shtëpi, qoftë me njerëzit që ai ftonte apo aktivitetet që bënte dhe më merrte dhe gjithmonë mua me vete dhe kam qenë gjithmonë në takime të ndryshme. Pastaj gjatë kohës së adoleshencës fillova të shkruaja, po jo si ditar, siç mund të shkruanin bashkëmoshatarët e mi që sot më ndodhi kjo gjëja apo ajo, po filloja të shkruaja si jeta e një personazhi, po momente të shkëputura. Domethënë kur e lexoje ishte si në veten e tretë që dikujt po i ndodh diçka. Dhe në atë kohë kisha filluar të kisha shumë qejf dhe fotografinë dhe shpesh herë kombinoja të dyja bashkë për të krijuar skena gjëra të vogla, të cilat unë i ndjeja apo doja t'ia tregoja miqve apo familjes apo gjëra të tilla dhe aty mendova që okej, unë dua ta provoj një herë konkursin dhe të shoh se çfarë do ndodhi. Domethënë dy kisha në mendje atëherë që ishte regjia dhe psikologjia, se thoja ndoshta edhe po të kem psikologjinë do më ndihmoj te kjo gjë e parë që dua të bëj. Kështu që aty fillova të mendoj që okej, unë dua ta provoj sepse më pëlqen si i kombinoj këto gjërat bashkë, si edhe miqt më shihnin dhe thonin, "Okej, interesante kjo gjëja me këtë", se shihnin dhe shkrimin dhe fotot mbi dhe më pëlqeu, thash do ta provoj, mendoj që më përshtatet. Sepse nuk e shifja veten asnjëherë, siç mund të thonin familjarët, po shif një arkitekturën ose këto profesione që ishin shumë të dëshirueshme nga të gjithë. Edhe babi ishte i vetmi që e kuptonte, duke qenë që ai ka qenë pjesë e artit dhe thoshte, "Okej, nuk është të thënë që të jetë e mirë te të gjitha, lëreni ta provoj atë që ajo ndjen vërtet" dhe besoj që më doli mirë. Okej, që domethënë babi është mbështetësi jot më i madh. Po, ai ka qenë mbështetësi më i madh, po. Si ndjet babi, le të themi në këtë moment të karrierës tënde? Mua më vjen shumë keq që në këtë moment ai nuk është dot prezent, sepse ne e humbëm gjatë Covidit, prej Covidit. Vjen keq, nuk e di. Faleminderit. Ai ishte pjesë e gjithë filmit tim të parë, që nga fillimi kur nisa ta shkruaj, po nuk arriti dot deri te xhirimet. Po është shumë e bukur sepse edhe tani që ai nuk jeton më, kur takoj miq të tij ose familjar, thonin gjithmonë që babi do të ishte shumë i lumtur sepse ai nuk ta thoshte ty, po e kishte bindje të plotë që ti do bësh e dikushi, si më thënë. A ka një moment kur ti shikon filmat apo mënyrën se si po ecën karriera jote dhe thua babi do ishte shumë i lumtur në këtë moment? Gjëja që më gëzon dhe mua më shumë është se herë që takoj njerëz të fushës apo miq familjar apo nuk e di miq të babit, gjithmonë thonë që unë ngjaj shumë me ti në mënyrën se si e kam të ndërtuar karakterin, si komportohem me njerëzit, në mënyrën si flas, qoftë dhe kur bëj intervista thonë njësoj si ai. Edhe kjo gjë më pëlqen shumë, si më thënë. Plus e di sepse ka marrë shumë nga mënyra se si ai më orientonte edhe për artin, për komunitetin, për çdo gjë. Cila ishte trashëgimia më e rëndësishme që të ka lënë babi? Lidhje me artin, ty si njeri, në formimin tënd, domethënë këtë trashëgimin, këtë ADN-n e të menduarit apo të jetuarit, cila është ajo? Babi gjithmonë thoshte që unë nuk, sado e egër që mund të jetë bota e artit, unë nuk duhet ndryshoj asnjëherë ato që janë parimet e mia dhe bindjet e mia dhe nuk duhet ndryshoj edhe çfarë dua unë përcjell me veprat e mia. Do të thoshte që gjithmonë duhet të qëndroj ashtu siç jam. Ndoshta edhe prandaj më shkruar dhe kjo zhgualli që thoja, sepse i tillë ishte edhe ai ishte te punën e vet, nuk përfshihej fare as me politikë as me asgjë. Dhe gjithmonë ishte njëri që të gjithë e donin, sepse nuk prishte qef, nuk prishte punë, shifte gjën e tij, ishte korrekt në mënyrën si i mendonte ai gjërat, e dashuronte punën që bënte. Ishte shumë i dhënë pas punës dhe gjithmonë, do thënë edhe kur dilte në pension, thoshte unë do vazhdoj, do kërkoj ta zgjas sepse dua të jap akoma për qytetin, dua akoma të bëj gjëra për Tiranën. Dhe besoj që ka ndikuar shumë edhe te unë kjo gjë, sepse nuk më ka interesuar asnjëherë të shoh gjërat për të tjerët ose çfarë po ndodh. Thjesht shoh punën time, mbaroj gjërat dhe nuk kam ndryshuar asnjëherë çfarë dua unë të sjell me filmat e mi.
çka kam dashur e kam bërë. Nuk kam menduar që për shembull duhet bëj këtë apo atë, se festivalet sot pëlqejnë më shumë këtë temë apo atë temë. Dhe kam bërë çka kam ndier unë për momentin. Dhe që unë kam bërë filmat e mi. Cila do ishte një fjali apo një përkufizim që do e përfaqësonte më mirë atë lloj kinemaje që ti do të bësh, që ti do të përcjellësh, që ti do të thuash? Mendoj që deri më tani të dy filmat e shkurtër dhe ideja që po zhvillohet për film të gjatë, janë filma që japin zë personave që nuk kanë zë. Pra, po them shtresave të varfra, fëmijëve që janë detyruar të punojnë, që janë detyruar ta humbin pafajësinë para kohe. Domethënë, mendoj që të paktën të gjërat që kanë bërë deri më tani do të thoja për të dhënë zë njerëzve që nuk kanë zë. Të padukshme? Po. Njerëzit e padukshëm? Njerëzit e padukshëm dhe gjithmonë më ka interesuar dhe më ka bërë shumë përshtypje kjo pjesa e brendshme e çdo njeriu që ne nuk e shohim. Sepse ka shumë njerëz që mund të kenë plagë, gëzime, gjëra që nuk duan t'i shprehë. Njësoj siç jam edhe unë, që nuk dua t'i shpreh gjithmonë të gjitha. Dhe gjithmonë më ka intriguar edhe kjo pjesa për të gryer brenda se çfarë mund të kenë dhe personazhet e mi, për shembull, që pse sillen ashtu si sillen, sepse kanë plagë të mbartura ose gjëra të tjera që është një kinema sociale, një kinema psikologjike? Mendoj që është kombinimi të dyjave, po. Por ti thej që ti nuk je një njeri politik. Beson tek kinemaja politike? Nuk di të them, nuk është që kam ndonjë opinion tamam për këtë gjë. Unë thjesht, domethënë dhe gjërat që shikoj më tërheq më tepër pikërisht këto tematika, jetët e brendshme të çdo personi. Ndonjëherë më pëlqejnë dhe biografikët, se më duket që shumë e vështirë që të mund të krijosh një film mbi jetën e dikujt që ka jetuar në të vërtetë. Po temat sociale, dramat dhe thrillerat psikologjike kam shumë qejf, sepse mendoj që kinemaja sociale është një kinema politike. Pse ke frikë nga terminologjia politike? S'di të them politike se unë për shembull nuk e di po thua që për sa kohë i përket prapë një grupi të caktuar është si mbron një shtres marginalizuar. Po, nëse e marrim nga ky aspekt, ndërgjegjson audiencën për një problematikë caktuar. Po, është e vërtet, ke të drejtë. Nuk e kuptova në këtë lloj termi, po, ke të drejtë. Është një kinema politike, pra jo detyrimisht arti është një estetik, po është edhe një medium i cili duhet të komunikoj ato të pathëna, apo ata njerëz të padukshëm të cilët nëpërmjet artit neve arrim t'i kuptojmë më mirë, arrim t'i ndjejmë, ndoshta bëhemi pak më të ndjeshëm, më empatik, dhe disa njerëzve që ndoshta kur e shikojmë në rrugë mund t'i konsiderojmë edhe si një kategori e tretë, apo njerëz që deri diku mund të mendojmë edhe që e meritojnë fatin e tyre, por kinemaja na hap disa, le të themi, çakra që na bën më njerëzor. Shumë e vërtetë, po. Dhe në këtë aspekt, në një farë mënyrë bëjmë edhe një kinema sociale që ka një kaj edhe politike. Ke marrë çmimin e audiencës në Trieste, është një çmim shumë prestigjioz dhe të uroj. Faleminderit. Çmimin. Jam kurioze nëse mund ndajmë me audiencën atë momentin e dopaminës kur merr njoftimin që ke marrë çmimin. Domethënë, kush janë ato gjërat e brendshme që dalin në këtë moment? Ka qenë shumë bukur për mua Trieste dhe ka qenë hera parë fare që kam qenë në festival, domethënë ka qenë hera parë për shumë gjëra. Edhe unë kur kam shkuar atje as nuk e dija çfarë duhet bëja, ku duhet shkoja. Si ishte hera parë, dhe thjesht kisha stafin që më thoshte duhet vish tani, kemi intervista, kemi këtë gjë apo atë gjë. Dhe çmimin e publikut në fakt ishte i dyti që mora, sepse në fillim u dhan nga juria. Dhe nga juria u mora një special mention, një si përmendje të veçantë që ato e quajnë për mënyrën se si e kisha ndërtuar filmin, dhe kur doli çmimi i publikut, unë nuk e prisja fare dhe nuk e kisha mendjen, se thash ç'ne, s'do ndodhi më asgjë dhe po rria. Dhe kisha afër madje partnerin tim që ishte aty të po bërtiste, "O Evi, çau, tha se ke fituar çmim nga publiku." Çfarë po thuam, sa mbaroi, thash ç'ne, unë prap. "Çau, tha se fitove, dil se po të kërkojnë." Dhe unë isha komplet e mpirë sepse nuk e prisja që mund ndodhte një gjë e dytë. Madje as nuk po e kuptoja çfarë po i jepnin tani, si më thënë. Dhe ka qenë vërtet shumë e bukur kur dola aty dhe më pëlqeu shumë që ishte nga publiku, sepse ne për publikun e bëjmë filmin, kështu që ka qenë vërtet shumë bukur. Po do thoya që dhe një nga momentet më të bukura që unë nuk e harroj ka qenë në Athinë,
kur fitova çmimin e parë për film të shkurtër, mbasi ne mbaruam festivalin, siç gjithmonë organizohen edhe festa, gjëra të tilla, aty erdhën disa shqiptarë të moshave të ndryshme vetëm nga qefi që të më takonin që një shqiptar e ka fituar. Dhe ishte shumë ndjesie e bukur për mua, se besoj që arti e ka këtë fuqi edhe për t'i bashkuar njerëzit edhe për të përcjellë emocione të bukura. Ka një regjizore, një autor që ty të frymëzon thellësisht? Mua gjithmonë më ka pëlqyer shumë dhe Kiarostami për thjeshtësinë dhe mënyrën sa poetike i bën gjërat, mënyrën si i përfshin dhe fëmijët, njerëzit, si i krijon situatat, e kam pasur shumë qef. Dhe më ka frymëzuar ndonjëherë se edhe të dy filmat un kam shumë fëmijë si personazhet e Xhanfizeja gjithashtu që edhe shoqëria ime bën shaka, thonë okay, ti do jesh Xhanfizeja, se kam pas shumë fëmijë të gjitha dhe te filmi i gjatë po prap ka shumë fëmijë që janë personazhe kryesor. Ashtu kanë ardhur situatat, nuk është që e kam bërë qëllimshme, por pastaj e kam gjetur veten shumë mirë dhe më ka pëlqyer kjo gjë. Po nuk e përkufizoj dot, mendoj që kam akoma shumë rrugë për të arritur të them që okay, ky është misioni im. Po besoj prap te çështja sociale mund t'jemi. Po nëse nuk ke një mision, ke një ëndër. Po. Besoj që një ëndër është për ta përdorur dhe artin tim si një rrugë ndoshta edhe për t'i dhënë dhe më shumë emër Shqipërisë. Besoj që nëse mund të arrit të bëhem femër e arritur në Ballkan, mund të ecë edhe më tepër në tregun më të madh ndërkombëtar. Kështu që ndonjëherë kur i shef nga larg thua janë shumë të vështira, por kur fillon i prek avash avash janë gjëra që dhe mund të bëhen. Sot jemi duke jetuar një krizë shumë të fortë, ekzistenciale. Nuk e di a e ke ndjekur apo jo, le të themi këtë rrymën e re që ka dalë vertical drama, që quhet. Thellësisht është le të themi një trend i ri i serialeve, mini serialeve, të cilat prodhohen vetëm për rrjetet sociale. Përgjithsisht inteligjenca artificiale po e lehtëson shumë prodhimin e vertical drama dhe mendohet që do jetë trendi më i madh, le të themi, 10 vjeçarit të ardhshëm. Po përtej kësaj, ndihesh e kërcënuar si autore në lidhje me trendet e reja që po ndodhin në botë, lidhje me inteligjencën artificiale, në lidhje me le të themi serialet, kinemaja është në një moment shumë të dyshimt, nuk kuptohet mirë se si do shkoj, le të themi, orientimi i audiencës. Ne gjithashtu si Europian bëjmë një kinema e cila quhet art, është kinemaja e cila e ndërtuar si filozofi në vitet 50, kinemaja duhet të ishte një domen publik dhe nuk mund të ishte një domen komercial. Në të gjitha këto, le të themi, pikpyetje të mëdha, si ndihesh ti me shpresat edhe ëndrat që ke? Ndihesh e kërcënuar apo mendon që kjo mund të hapi perspektiva të reja për ty? E kërcënuar nuk ndihem, sepse mendoj që shumë ka këto gjëra, mendoj që do jenë thjesht ca faza, nuk besoj që ndoshta do zgjasin për shumë kohë apo do jetë kërcënim real për ne. Dhe mendoj që dhe mund të hapi dhe rrugë të reja, sepse për sa kohë që mund të përdoret në funksion kinemas për të ndihmuar ndoshta për efekte speciale, po them kod, gjëra që dikur janë dashur shumë kohë dhe shumë buxhete për t'i bërë, nëse mund ta përdorim në këtë lloj forme, besoj që është mirë, se mund të na ndihmojë edhe neve për të çliruar dhe më shumë fantazim, për të bërë ndoshta edhe skenar. A ke eksperimentuar ndo pak inteligjencën artificiale? Shumë pak, thjesht për kuriozitet, domethënë ç'a mund të bëj për postera, gjëra të tilla, shumë pak, mund ta përdor thjesht ndonjëherë për të përkthyer diçka të shpejtë, gjëra të tilla, po deri më tani nuk më është dashur shumë sepse kam qenë dhe ndër njerëzit e parë që kam refuzuar t'i afrohem për shumë kohë. Sa? Po nuk e di, në fillim ndoshta jo dhe frikë nga e panjohura, po se si më dukej për ç'a duhet ta përdor këtë gjë, për shembull, nuk jam vetë aft ose gjëra të tilla, po pastaj kur u bë shumë e përdorshme nga të gjithë, thash okay, ta provoj një herë se ç'a po ndodh. Dhe më shumë fillova të eksperimentoj për postera ose gjëra të tilla ç'a mund të bëj. Dhe mund të bësh shumë gjëra me të, por besoj që ende nuk e di ç'a mund ndodhi më vonë, nuk janë shumë të mirë bëra, duket që është diçka e gjeneruar nga teknologjia. Kështu që unë besoj që prap fuqia jonë njerëzore dhe mënyra si i bëjmë gjërat nuk besoj që do bjerë poshtë. Ka qenë e vështirë për ty, Evi, të punosh, të ndërtosh ëndra, të çosh përpara projekte dhe në fund ditës paguash edhe fatura?
Një gjë që unë kam kuptuar është që nuk duhet të dorëzohesh asnjëherë. Për shembull, unë dhe në programet që kam qenë në Sarajevo apo në gjëra të tjera jam pranuar gjithmonë çuditërisht herën e dytë. Edhe te qendra herën e dytë kam fituar. Domethënë, nëse ti vërtet e do diçka, unë besoj që nuk duhet të dorëzohesh. Është e vështirë që të jetosh dhe të bësh dhe artin tënd dhe të paguash fatura, absolutisht. Prandaj detyrohem që të bëj punë nga më të ndryshmet në sensin që të jem në klipe, në filma, në nuk e di, reklama, çfarë lloj gjëje që ekziston. Po besoj që deri tani ja kam dalë dhe nuk e di, këtë do i thoja gjithëve që s'duhet të dorëzohen dhe duhet thjesht t'i hapen dhe pak më shumë horizonte vetes për gjetur dhe forma të tjera. Se me çka kam biseduar dhe me kolegët e mi së fundi që jetojnë në vende të tjera të Europës, është pak a shumë me njëjta gjë. Të gjithë dhe ata nuk është që bëjnë vetëm gjërat e tyre, përpiqen punojnë ku tjetë, si asistenta, si e di, DOP, çfarë lloj profesioni që ata kanë, punojnë dhe ata në fusha të ndryshme të projekteve audiovizuale. Ke një mendim për kineman komerciale dhe kineman autoriale? Si shikon këto dyja? Si vlezër armiq, si dy vlezër që ndihmojnë njëri tjetrin, kërcënim për njëri tjetrin. Ç'a mendimi ke? Do bëj një film komercial? Po të ta propozone? Në këtë moment të jetës time do thosha nuk e besoj, sepse nuk di a mund ta bëj dot. Domethënë, kam punuar në filma të tillë, po edhe kur punoj dhe mund të imagjinoj veten, them nuk besoj që do e bëja dot. Sepse mënyra si i shohun gjërat është shumë ndryshe, për shembull ndërsa këto Çfarë është ndryshe? Sepse ndoshta mungon, le të themi, kjo njohuria elementare për të kuptuar diferencën, si mendon një autor dhe çfarë është një kinema komercial? Çfarë është ndryshe? Mendoj që çdo gjë është ndryshe, qoftë ritmi, për shembull kinemaja autor më duket se ka më tepër shpirt, ka më tepër më anë poetike, ndoshta edhe një zhvillim më të ngadalë të gjërave për të lënë kohën në duhur dhe personazheve, çdo gjë që të marrë formën e vet. Ndërsa në kineman autor shoh që gjërat ndodhin shumë shpejt, Në kinema komerciale? Po, në komercialet gjërat ndodhin shumë shpejt, ndoshta edhe historitë nuk janë shumë të thella për tu sqaruar, janë gjëra sipërfaqësore që thjesht bëhen për një ritëm të shpejt, për të ecur shpejt, për të dalë shpejt në treg, që mbaron ajo bëhet dyshi, bëhet treshi, thjesht për çështje ekonomike që të dalë sa më shpejt dhe të mos ketë shumë kohë njeriu edhe kur shkon në kinema që të mendojë apo të dalë me një mesazh. Thjesht kaloj mirë atë një orë, dy dhe të ikit presi tjetrën. Po shifja një herë një film italian, Vepra e parë, dhe ishte një film autorial shumë i fortë. Dhe në atë moment pata një reflektim personal. Dhe thash, kinemaja autoriale me kinema komerciale është si diferencë ndërmjet patatinave dhe një kuzhinieri i cili ka gatuar një gjellë shumë ngadalë dhe ta ofron. Pra, ky ishte, le të themi, momenti kur e vizualizova në mendjen time se pse është e vështirë kinemaja autoriale për audiencën, por pse gjithashtu duhet të ekzistojë me se s'bën. Sepse është sikur të humbasësh të gjithë trashëgiminë e një kuzhina, e cila ka shumë histori nga mbrapa. Ke një film preferuar edhe? Do thosha Ose disa filma preferuar? Po, një ndër ato që më pëlqen shumë, për shembull, është The Dogtooth i Lanthimos. Sepse gjithmonë më ka pas pëlqyer shumë dhe ideja që ndoshta ca realitete mund të kemi shumë afër dhe nuk i kuptojmë. Ndoshta ndonjëherë dhe familja mund të bëhet indikator për mënyrën se si shkon jeta jote nesër pas nesër. Dhe gjithmonë më intrigonte shumë mënyra dhe si është ndërtuar e gjitha brenda shtëpisë, me gjithë situatat, gënjeshtrat që nuk e di, më pëlqente shumë. Më pëlqen shumë dhe Kiarostamit, Shtëpia e shokut tim, duket e ka titullin, se çfarë heq ai fëmia për ta gjetur atë shokun, domethënë thjesht dashamirësia për të mos bërë keq, si më thënë që gjithë kalvari i ngjarjeve që i ndodh atij. Dashamirësia, thjesësia, Po, poezia, prandaj gjithmonë dashuria ndërmjet dy fëmijëve të vegjël që duket si një epokë e largët, sikur ka ndodhur në një shekull tjetër, disa shekuj. Unë përpara. Aktualisht je duke zhvilluar veprën e tënde të parë. Që quhet? Dita e Valentinit. Ma elaboron pak, do të thënë nëse ti mund të ndash diçka me neve në lidhje
skenarin, ti e shkruan vetë skenarin, apo Po. jo? Ke marrë pjesë tek writing room në Po. Midpoint. Gjithashtu jam shumë kurioze të di, duke marrë pjesë në Midpoint, çfarë mëson një autor që nuk e mëson dot në Shqipëri, apo që është pak e vështirë që të mësohet në përshkolla. Më fol pak për këtë eksperiencën tënde të veprës së parë, mënyrën si po e zhvillon, çfarë planesh ke? Dita e Valentinit është pak a shumë si një zhvillim më tepër i filmit të dytë të shkurtër, është një pjesë, si me thënë, e filmit dhe pikërisht ajo është po prapë me temë sociale për fëmijët që detyrohen të punojnë në rrethana nga më të ndryshmet që humbin pafajësinë herët, situata të tilla. Dhe kur isha në Midpoint, më pëlqeu shumë sepse ishim writers room, dhomë skenarisësh internacional, ishim nga vende të ndryshme të botës dhe më pëlqeu se ne aty krijuam dhe disa histori bashkë, si më thënë, nuk është që u morëm vetëm me gjërat tona, po dhe për të kuptuar mënyrën se si punojnë dhe ata jashtë. Dhe shumë e bukur sepse çdo kush fut diçka nga vetja vet, nga kultura vet, nga situatat e vet të jetës, që në fund kur shef veprën e plot ka vërtet shumë ngjyra, sepse mund të themun diçka, thot tjetri, dhe është shumë interesante dhe më pëlqen dhe ndonjëherë më mungon, tani që jam këtu në shtëpi, them sikur vërtet punonim dhe ne gjithmonë kështu që të ishte si kulturë punë edhe këtu, sepse është vërtet shumë gjë e bukur. Ti merr kohën tënde, ke hapësirën tënde, dhe të gjithë punojnë për pikturën e plot për një vepër që në fund është e përbashkët, sepse është fryma e çdo kujt aty dhe kur shef produktin është akoma dhe prapë më e bukur, se shef një gjë që keni punuar gjithë dhe shef dhe Kinemaja është një fotografi për ty apo një fjalë? Domethënë si fillon ajo? Besoj që është fotografi. Nuk është një fjalë, nuk është një metaforë që lind pastaj për tu vizualizuar. Thjesht kuriozitet. Ndoshta mund të jetë dhe kombinimi të dyjave, ose varet nga situata. Ndonjëherë mund të të ngacmoj fotografia, ndonjëherë mund të ngacmoj fjalët dhe pastaj përpiqesh që ti bashkosh të dyja rrugës. Po. Po, dhe praktikisht mbas Midpoint, ti aktualisht je në fazën e financimit, je në fazën e zhvillimit. Është akoma në fazë zhvillimi, kam aplikuar edhe për vende të tjera për pitching ose për zhvillim tjetër skenari, por që besoj deri nga mesi i këtij viti do ketë përfunduar, të paktën skenari i plot. Dhe pastaj besoj do vazhdojmë për siç vazhdojnë fazat e zhvillimit. Ti mendon që ekziston vëzhgimi femëror në kinema? Apo është thjesht talenti dhe kinemaja nuk ka gjini? Jo, mendoj që ka gjini dhe mendoj që është shumë e theksuar. Kur ti sheh filma nga regjizore femra dhe nga meshkuj, besoj që mund ta dallosh që në fremet e para, sepse mendoj që duam s'duam ne, është një tjetër lloj ndjeshmërie. Nuk e di, dhe kur shef tematikat që përzjedh një regjizore femër dhe një mashkull ose mënyrën se si zhvillon personazhet, besoj që ti e kupton, nuk janë fare njësoj. Mendon që ti je një regjizore e re, apo jo? Dhe mendon që do të ndihmonte në punën tënde një politikë gjinore? Ndihesh në pak e diskriminuar, apo le të themi e ke jetën pak më të vështirë se sa regjizorët djem apo burra, apo në Shqipëri nuk ka dallime të tilla? Mendon që nuk ka nevojë të ketë politika gjinore? Në kinema flasim gjithmonë. Në këtë moment mendoj që janë balancuar pak gjërat, e di që më përpara ka qenë më vështirë dhe më ndryshe. Mendoj që dhe ne kemi filluar të ndjekim pak këto politikat botërore për të balancuar dhe gjinit dhe kur aplikojnë apo gjëra të tilla. Dhe për momentin nuk më duket shumë keq, besoj që jemi diku në përmirësim e sipër. Dhe nuk e kam pasur shumë të vështirë, ndoshta edhe se i kam lënë vend vetes, sepse filmi i parë më shkoi shumë mirë, aplikova të dytin, fitova, tani të tretin, kam shkuar edhe në këtë forumet, trajnimet, po për momentin më shoh përmirësim shumë të madh. Më pëlqeu shumë kur po komunikonin bashk, që më the të pëlqejnë avionët. Po, shumë. Por jo si udhëtare, po si një inxhinieri. Po. Dhe madje dua të citoj kur the një gabim i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Po, kjo është shumë e vërtetë. A mendon kështu edhe për kineman? Që çdo zgjedhje është një inxhinieri që mund të jetë
Edhe fatale? Po, patjetër. Siç është avioni shumë i komplikuar, që ka shumë funksione që punojnë në të njëjtën kohë bashkë, unë mendoj që njësoj është dhe kinemaja, sepse janë shumë njerëz, shumë sektor, dhe çdo gjë duhet jetë në perfeksion me njëra tjetrën që avioni të fluturojë, si më thënë. Kështu që besoj që është e njëjta gjë këtu. Një gjë e vogël nëse çadon, besoj që ndikon shumë në mënyrën se çfarë do ndodhi me fluturimin. Dhe duhet jetë çdo departament në sinkron me njëri tjetrin, në bashkëpunim shumë fort me njëri tjetrin për të mirën e punës, sepse është punë në grup, duam ne, nuk është punë individuale. Cila është frika më e madhe që ka diçka që të trëmb, apo që të frenon, apo që në një farë mënyra të krijon një lloj vetë sabotimi në proces? Unë e marr ashtu siç vjen gjithmonë, do të thënë kam filluar të bëj paqe që jo gjithmonë çdo gjë do shkoj siç dua unë, apo në kohën që dua unë, apo kështu. Por kam një gjë që ndoshta është për mirë, me sa më kanë thënë dhe kolegët e mi, që gjithmonë jam dyshuese. Do të thënë nuk kënaqem shumë shpejt me veten, gjithmonë jam dyshuese, them mos duhet ta kisha bërë më mirë, të kisha punuar më shumë, do të thënë asnjëherë nuk më pëlqejnë gjërat që bëj, mendoj që gjithmonë ka vend për më shumë. Disa thonë që është mirë, sepse i lë vetes vend për të punuar më shumë me veten. Akoma nuk jam shumë e sigurt se çfarë do të thotë. Jam duke punuar me veten, por që më ka bërë mirë sepse më mban të karikuar që të shoh mënyra të reja se si mund të përpiqem të përmirësoj veten. Nëse ti do kishe mundësi të ndryshoje diçka sot, ç'a do ishte? Në lidhje me profesionin apo E di çfarë? Me gjithçka. do kisha ndryshuar 2020. Sepse do doja që babait ishte krami, tani që bindjen që ai kishte ta shihte realitet. Mendojnë që të shikon nga sipër? Unë kam pasur dhe një raport shumë çuditshëm me të në botën e ëndrave, domethënë që mbasi ke se ti shumë gjëra më kanë ndryshuar, gjëra që më përpara edhe nuk i konceptoja ose i mendoja, por që kur më doli në ëndër me disa gjëra konkrete që thoshte nesër do ndodhi kjo, ose kjo gjë që po kërkon është filan vend ose gjëra të tilla dhe ka ndodhur vërtet, më ka ndryshuar diçka brenda meje dhe besoj që diçka është, nuk e përcaktoj dot se çfarë mund të jetë. E ke kërkuar këtë çfarë është? Se kjo është thuaj se në kufit e paranormales, apo? Po, nuk e di, domethënë edhe më ka ndryshuar diçka sepse ka qenë shumë e çuditshme, domethënë nëse unë natën, për shembull ka qenë një rast me të, ai kishte botuar disa libra, ne nuk i gjenim në asnjë lloj vendi. Edhe mami, vllai i kërkonin në zyrën e tij, nuk ekzistonin në asnjë vend ato libra dhe unë një natë shoh ëndër me të dhe thotë që mos u mërzisni tha se librat që po kërkoni unë i kam lënë në filan vend dhe do të marrë dikush do të thotë që hajde merrni se dhe mami është shqetësuar shumë me këtë çështje thotë. Dhe kur unë zgjohem, shoh që më kishte shkruar një vajzë që e njihja që punonte me të, po nuk ja vura shumë vesh, thash do e marr më vonë. Dhe kur e marr, ajo thotë që o Evi, kanë ardhur librat e babit te zyra ime, tha se ishin në filan vend, kështu që hajde ni merrni se gjynaf mos rrin këtu, domethënë. Dhe që aty më kanë ndodhur disa gjëra të tilla me të, qoftë në anën time profesionale, dhe më ka bërë të mendoj ca gjëra tjera që më përpara nuk kam qenë në kontakt. Po diçka duhet të jetë, domethënë besoj që ai në një formë ose një tjetër është prezent, sepse s'mund të jetë vetëm mendja ime që t'i ketë shpikur këto. Ti ke bërë ndonjë kërkim në lidhje me këtë gjë? Don ti ke filluar ta kërkosh këtë, le të themi, këtë dimension tjetër, këtë situatë paranormale, për shembull në këtë vend ku neve jemi. Kur mami im ndroi jetën, ishte një televizor në këtë zyrë, i cili në krye të 40 ditëve u thye. Ra, vetë. Dhe ishte një periudhë që gjithçka rreth meje thyej. Dhe unë e lexova si prezencën e saj në jetën time dhe nuk kishte se më bënte më përshtypje. Dhe madje kur nuk ndodhte, thosha, pas ka lënë, pas ka ikur. Nuk më ka dalë në ëndër, akoma jo, por e ndjej shumë prezent unë vetë. Sigurisht që kam një lloj frike nga një lloj skizofrenia e parakohshme tek vetja ime. Ta kuptoj se Me thënë drejtën, domethënë kam një lloj nuk e di, domethënë më duket sikur jetoj në dy botë, ndërmjet gjumit edhe kur jam në ditën time normale, nuk e kam kapërcyer akoma humbjen e saj. Edhe e kam shumë prezent në çdo gjë që bëj.
por që se di, ti ke bërë një kërkim për këtë gjë, apo e ke lënë të vijë si një proces i natyrshëm edhe kaq, domethënë ai është aty prezent me ty, edhe nuk ka nevojë për të eksploruar më shumë edhe për ta çuar në një, le të themi, në një çmenduri këtë kërkimin ndërmjet dy dimensioneve. Unë në raport me këtë i kam lënë pak gjërat shumë avash, sepse kur ndodhi ishin shumë gjëra njëkohësisht, mami ishte akoma smur, vllai ishte në prag për të bërë baba me punjavësh dhe më ra mua një barë shumë e madhe që të merresha me gjithçka se po ndodhin shumë gjëra njëkohësisht. Dhe për shumë vite nuk kam pas guxim as ta pranoj, si më thënë, thjesht e kam kyçur në një çelës dhe thoja, okay, do merrem me këtë gjë më vonë. Pastaj filluan ëndra, gjëra të tilla dhe akoma e kam lënë që ta marr shumë ngadalë, nuk e kam hyrë një kërkim i shumë të madh, sepse plagët janë akoma aty, sepse ndodhi shumë shpejt, domethënë ty nuk ta pret mendja që erdhi një grip dhe nuk do ta shohësh me personin tënd zemrës, si më thënë. Dhe akoma nuk e kam filluar këtë gjë, po kam shumë dëshirë që ta filloj, sepse ka qenë shumë e çuditshme për mua mënyrën se si vinte në ëndër dhe ndoste diçka nesër pas nesër, saqë ndonjëherë, siç thua edhe ti, unë kisha frikë që ta diskutoj edhe me njerëzit dhe thonë kjo s'është mirë, si më thënë është çmendur, domethënë pa le çapo thot ose gjëra të tilla. Edhe pastaj ishte mami që kur ja thoja vinte çdo ditë që ke parë që të ka thënë ndonjë gjë ose gjëra kështu. Edhe thash okay, do merrem me këtë gjë, po pak më vonë. Sepse u kthye domethënë merrte situata shumë ndryshe çdo herë, kështu që thash okay, po është shumë interesante sepse unë mbaj mend dhe gjyshja nga babi ka pasur një situatë tillë me tjatin e vet që e tregonte dhe që atëherë më ka pas bërë shumë përshtypje kur ajo e thoshte se ata e patën humbur në Borë, në fshatrat e Korçës që ato janë rritur dhe ai del nëndër që thotë pse s'më kërkoni, jam filan vend dhe kur ato e kërkuan vërtet aty e gjetën, si më thënë, dhe gjithmonë bën ai ishte i vdekur normalisht. Po gjithmonë bën gjetën nesër, aty gjetën aty ku ai thoshte në ëndër që e di që ju lodheni që më kërkoni, po unë jam filan vend, si më thënë, këtu duhet më gjeni. Dhe aty e gjetën vërtet, si më thënë, dhe që kur ajo e thoshte më bënte shumë përshtypje që kur kam qenë fëmijë. Tani që më ndodhi vet, prapë më bën përshtypje, po them duhet punoj të gjej një shpjegim kësaj gjëje. Do bëj një film për këtë gjë? Pse jo, se është shumë interesante dhe unë e shoh dhe vet, siç tha dhe ju, që do dhe të gjesh forma që të mendosh që i ke aty, të mos kudo, domethënë përpiqesh të gjesh forma edhe kur s'janë, siç thua mos më ka lënë, domethënë fillon të përpiqesh të mendosh mos është diku tjetër ose diçka tjetër, dhe besoj që çdo kush e përjeton këtë lloj ndjesie njësoj si ne. Po, është ngushëllim i madh, më thënë drejtën. Është ngushëllim shumë i madh dhe besoj që do ishte shumë e bukur për ta eksploruar. I ndjek trendet e fundit kinemas, Evi? Unë më përpara kam qenë shumë e fiksuar, i shifja gjithmonë që kur dilte lista kush është në kandidim për këtë, për atë i shifja që gjitha përpara se të bëheshin ceremonitë. Po disa vite më vonë fillova të shgënjehem, sepse më duket sikur se çdo vit e njëjta gjë, apo tematikat që përzidhen ishin njësoj. Dhe u zhgënjeva dhe tani nuk i shoh më të gjitha. Përpiqem të shoh tematikat që më duken interesante për t'i parë, ose nëse një film ka diçka vërtet që është përfolur për, nuk e di, mënyrë si është xhiruar apo diçka shumë të veçantë. Vetëm përpiqem që të mos i lë pa i parë, po nuk jam më e fiksuar si dikur që sa dilnin i shikoja patjetër se doja vetë të diskutoja ti bëja, sepse u zhgënjeva. I këndritat? Ë? I këndritat, Gerte? Po. Vazhdojmë edhe? Dakord? Ne jemi kinasta, apo jo? Po. Punojmë në çfarë do lloj kushtesh. Ë? Me çfarë do ti që neve ta mbyllim këtë podcast për tu takuar ndoshta mbas sa kohësh? Domethënë çfarë është ajo gjë që ti do doje të lije në këtë moment në kohë, si fjalë, si mendim, si reflektim? Ndoshta ajo që po diskutonim dhe më herët, që ti jesh femër sot është një gjë pozitive dhe që është në rritje, që ndoshta këtë gjë mund ta linim në kohë për ta parë se si mund të shkonte pak vite më vonë, që do shkonte aty ku ne duam dhe po kërkojmë, apo Ku duam neve? Që t'jetë akoma dhe më i madh impakti i femrës në shoqërinë shqiptare, jo vetëm në fushën tonë, po edhe në fushat e tjera, pse jo? Po pse duhet? Sepse, siç e tham, mendoj që ndjeshmëria e femrës është shumë ndryshe dhe e sheh shumë ndryshe botën, jo vetëm artin, dhe besoj që i duhet edhe këtij populli një këndvështrim më i brisht dhe më social, më ndryshe nga kjo lufta që bëjmë për ditë për të mbijetuar. Dakor. Unë të falenderoj shumë që ndave me mua këtë bisedë, që edhe më preku në fakt. Njësoj, shumë faleminderit dhe ty për ftesën dhe të uroj shumë sukses, Evi. Shumë faleminderit. Suksesi jo do jetë suksesi i shumë vajzave që do vinë pas teje.
Shumë faleminderit.